Fenomeni i këtij edicioni të shtëpisë më të famshme në Shqipëri, Gjesti, i cili doli dhe fitues i spektaklit, duke rrëmbyer shumën për 100.000 eurosh, sot feston ditëlindjen. Mes urimeve të shumta, ai mori dhe një mesazh mjaft të veçantë nga moderatori i spektaklit Ledion Liço. Ledioni ka postuar në rrjetet sociale një foto të fituesit duke shkruar shkurtimisht: "Gëzuar ditëlindjen Nub, shkëlqej gjithmonë", shkroi ai për krah fotos, teksa shihet me Gjestin duke u përqafuar. Urimi ka tërhequr vëmendjen e ndjekësve, të cilët e kanë komentuar si një vlerësim për momentet që përcaktuan finalen e këtij edicioni. Nga ana e Eglit, ende nuk ka asnjë urim, por me sa duket, ata kanë vendosur që lidhjen e tyre ta mbajnë sa më private. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.